ma shumë si Arif Hikmeti, po dim pak s'pak në Kosovë për jetën tuaj private. A mund është një letë njoftim të shkurt? Okej. Unë jam Gjevdet Jashari, jam I lindur me një katunt të Gostivarit, Negotin e ka emrin, Negotajn, unë I tham ashtu, sa ashtu e thirim. Fakultetin e kam kryer në Shkup, te klasa e profesor Fetabazit. Jam të punu në teatr në Shkup, edhe momentalisht, kam shfaqe aty. Kam shfaqe në repertor, kam punu shumë shfaqe në Shkup, kam punu shfaqe në Tetov, kam punu shfaqe në Prishtinë, teatrin kombëtar, kam punu shfaqe në Tiranë. Do me thënë, kam qenë I angazhuar shumë. Do me unë e mendoj se nuk mirë tash televizioni e bën të veten edhe nëpërmjet televizionit njihen me këtë. Po nuk është kjo ajo që unë e bëj mas miri. Unë kam punu edhe, jam një ndër aktorët që jam angazhu ma shumë ti në për filma edhe në për teatr I gjeneratës time. Mundem me thanë këshu, pa u hament. Qashtu është realiteti, jo për diçka tjetër. Mirë, sa I përket jetës tuaj private, jeni I fejum, I martum? Jam I martum, kam 2 fëmijë, një djalë edhe një vajzë. Djalin e kam 13 vjeç, vajzën e kam 8 vjeç, Bojkeni dhe Gresa. A ja u keni po ju ma shumë të hajrin serialit Osamir, apo seriali ja u ka po ma shumë hajrin juve? Pasi që jeni një ndër personazhet që edhe publiku ka simpati ma shumë për ju. Kjo është punë reciproke, nuk ka lidhje me, do me thënë, nëse unë ja vlej, nëse mua më pëlqen publiku, atëre hajrin e ka edhe seriali prej meje, edhe unë kam hajrë prej serialit, sigurisht. Po, kryesorja është që unë ta kryj punën time ashtu se si më ka hije mu, do me thënë ashtu se si jam mësu unë. Pavarësisht roleve të shumta që aktorët I kanë gjatë jetës, ka shumë shpesh raste kur disa aktorë njihen për një rol jetësor që e kanë pas. A menon, ka për shembull raste për filma të famshëm, që aktori pavarësisht cilët role luan ma vonë, ata identifikojnë për shembull që është Harry Potter, Spider-Man ose Superman ose role tjera, ose Agenti 007. Pavarësisht cilin film ka me lujt, na kena me identifiku gjithmonë me atë rolin që e njeh bota mas shumë. A menoni që ju keni rasti roli jujte seriali Osamir është I tillë apo e shihni? Sigurisht se për këtë rast dhe për këtë moment është qashtu, se shikueshmëria e krejt publikut është tek serialet. Është shumë ma e zbet tek filmat edhe tek teatrët. Unë e kam disa role që I kam bo në teatr që publiku I pakt që ashtë sa është, që edhe unë jam pajtu me atë që kanë thënë ato, se mund të më identifikojnë edhe me qasi personazhesh që kam luajtur. Domethënë nuk tash puna është se tek ne shikohet televizioni edhe mediumi është gjëja e parë tek ne. Edhe nuk kemi çka bëjmë se mund të më identifikojnë me ato, po nuk është unë ndjek nasi kur mundem me identifiku dikush me e bint unë publikun se personazhi im është qaj, e nuk është ky që jam mund tash. Sa shpesh mas angazhimeve në Kosovë që keni, sa shpesh ju bjen me shku në Gostivar edhe në biseda me ndashme tafrën me tu, ndashme bashkëvendas, çka menojnë ata për rolin tuaj në serial? A e keni përfaqësuar mirë? Në aspektin e gjuhës ajo nuk ka dyshim, sepse është gjuha që flas edhe unë vet atje. Mundem me thënë se unë I përfaqësoj të gjithë shqiptarët atje, se atje nuk janë gjithë shqiptarët Arif Hikmet. Nuk ka lidhje kjo me ato, po unë e përfaqësoj një personazh I cili vjen prej andej. Që nuk do të thotë se atje ka edhe shkencëtar, atje ka edhe ignoranta, ka edhe idiota, ka edhe të paditun, ka në sportist që ka ngrejt kupën e botës, ka edhe sportist që luajnë për klubet më të mëdha të botës, që nuk do të thotë se unë e përfaqësoj gjithë ato. Unë e përfaqësoj një personazh I cili është I shkruar prej autorit Ard Islami, edhe që e përkrahën seriali, edhe që unë luaj aty, edhe që unë ndoshta e luaj ashtu si e luaj. Mirë, prej kolegëve tuaj që janë serial, secili vini për një treve
ndryshme, po. Ndryshme. A keni probleme me u marrë vesh Shqip mes njëri tjetrit? Në fillim ka qenë qashtu. Do me thënë, në fillim pjesa e Shqipërisë shumë pak më ka kuptu se çka flas. Po qëllimi krejt serialit, edhe sipas meje dhe sipas asaj që është ndodhur tash, është se ne duhet ta zbusim gjuhën, duhet ta zbusim atë veshin e gjuhës tjetër që e ndëgjojmë. Gjuha e unifikuar është tjetër, por gjuha shqipe ka shumë dialekte, të cilët ne duhet t'i kuptojmë edhe duhet t'i ndëgjojmë. Ma para nuk i kemi dëgju, nuk i kemi kuptu, po nuk e di sa e keni vënë re se Arif Hikmeti në serial nuk flet serbizma, nuk flet fjalë tjera, që andaj ka ne flasin shumë, përdorin shumë serbizma. Po qëllimi jonë është që ta flasim gjuhën e vendit edhe prej ku vim, edhe gjuhën e pastër shqipe, sa ajo është e pastër shqipe, do me thënë është burimore e atij vendi. Edhe kështu tu e ndëgjojmë ne njëri tjetrin, ashtu bashkohena. Qëllimi është të bashkohena nëpërmjet gjuhës, të miremi vesh. Nëpërmjet keqkuptimeve të merremi vesh, ta marrim vesh gjuhën edhe të bashkohena gjithë si shqiptar, dhash Zoti kur më shpejt, kur do ndodh ajo. Çka ka të përbashkët Arif Hikmeti edhe ju personalisht në jetën tuaj private, edhe tash masi që ju bëni shumë prova edhe shpesh herë ju bjen me lujt një rol tjetër, a ju bjen me ju met ndonjë vest që edhe në jetën reale me bë gjestet të rolit? Ndoshta pak është ajo temperamenti jem që nxehem shumë shpejt. Ndoshta çajo, unë mund ta them, ndoshta është ajo e fut me pak aty. Po ne kemi kryer këtë shkollë për ta analizuar rolin, për ta bërë rolin edhe për ta nxjerrë. Tash nuk munden me gjaj as unë me ty, as ti me mua, as kundi. Do me thonë, ne jemi të ndryshëm, ndoshta mundemi me, ku di Zoti çka na ka thënë, me diçka të përbashkët, ndoshta mundem me pas, po unë për ato e kam kryer shkollën që unë ta gjej çat dallimin që kemi unë me ty. Se publiku do me pa dallimin unë me ty. Unë kam shfaqje boll, kam filma boll, mundet publiku me i pa, mundet me i ndjek, edhe mundet me vrej, sigurisht që do ta vrej dallimin prej atë sa jo mundu unë edhe atë sa kam pas mundësi unë me bo dallimin e Arif Hikmetit edhe Mekitit të Opera Lypsarëve, ose Arif Hikmetit të personazhi i fundit që kam luajt të filmi Babai Visar Morinës, që presim ta shohim. Mirë, sa të seni temperament në anën tjetër, ju si aktor bëni për të njëjtin epizod edhe shumë prova, po edhe shumë dubla. Ju bjen shpesh herë të njëjtin skenë me përsërit. A boni nervoz gjatë kësaj kohe dhe çuçi menaxhani që me nejt hala stabil edhe me konë në disponim që me vazhdu? Sinqerisht, do me thënë, parena u atregoj këtë, nuk ka asë një renë, mund vini dhe ta shifni vetë kur doni. Nervoz nuk ka. Nervoza krijohet vetë pasi ne qeshim shumë. Do me thënë se ndodhen një replik që ta thot partneri që ty të ngec shumë, edhe ne ka vetëm qeshme. Do me thënë, dublat bohen vetëm për qeshmes, edhe qeshim shumë, qatë shumë sa që mundemi vetëm me teknikën me e bo nervos, jo me e bo nervos, edhe ato nuk nervozohen, po na vinë shumë keq se ato rinë të ditën, ne shkojmë me bëjmë një skenë dhe shkojmë pushojmë pastaj. Po kamermani edhe teknika tjetë, ekipi tjetë, regjizori, asistenti regjiz, ndryshimi, gjithë shka, ato ndoshta bohen pak nervos, po kretë këto i kalojmë me qeshme, me ashtu. Ne vetëm qeshim, ne aktorët ndërmjet vetëm qeshim, qatë punë kemi. Ne kemi punë veç për të vaprish teknikës. Asgjë, po nuk vaprishim me qeshme, haj edhe njëherë, po bëhet ëmbël, gjithë shka shkon ëmbël. Mirë, sa ju mungon vendlindja dhe pasi që një kohë jeni në Prishtinë, a e këshindru me Prishtinën? Për një zot këtu nuk muj as me rej, as me... Unë ku do që shkoj, e ndjej vetën si shpi teme, se unë jam mësu, prej kur kam qenë studime, kam fjetë në për banesa, kam dru banesa, kam dru ashtu, kam dru vende. E kom haru se si duket me marë mali për vendlindje dhe mu në Prishtinë jam si më vendlindjen teme. Nuk rejnë, do me thënë nuk e thëmë për ta hajde se ju dua shumë, nuk ka lidhje. Shqip më flet Timun, Shqip më flet Gazmendin Negotin,
gjithçka është Shqip, gjithçka është e jemja. Unë ndjej veten si në shtëpinë, në Prishtinë, si në shtëpi ndjej në Tiranë, ku do që shkoj ndjehem shumë rahat. Ndjehem rahat sepse kam bë punën për më ndjej rahat. Nuk kam faj askujt në jetë edhe nuk mendoj se do t'i kem dikujt faj në jetë për me u ndjej keq në ndonjë vend. Se që aty ku shkoj, pa asnjë amendje e tham edhe pa mos pas asnjë problem, nuk shkoj për me bo keq, po shkoj për me bo mirë. Do me thonë për me bo profesionin tim deri në maksimum sa mundi me bo mirë. Edhe merrem veç me profesionin tim. Faleminderit. Faleminderit edhe juve, suksese për këtë punën e re që keni nis ta bani. Shumë faleminderit. Ene nuk kom pi drogë.